Këshilltari për mediat i presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, Bekim Hupina, i është kundërpërgjigjur ministrit në detyrë të financave Kuran Murati, pas kritikave të tij ndaj kërkesës së presidentes për pezullimin e tarifave të importit për produktet amerikane. Hupina ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të Muratit, duke akuzuar atë për mungesë serioziteti dhe për një qasje jo të duhur ndaj çështjeve strategjike të Kosovës. Kuran Murati është njeriu i fundit në pështet që mund të na flasë për seriozitet, një njeri që ende nuk e ka kuptuar që udhëheqja e shtetit është punë 24/7 dhe jo që përfundon në orën 4. Një njeri që nuk e kupton se sipas kushtetutës dhe komentarit të saj, objektivat e politikës së jashtme i përcakton institucioni presidencës. Nuk e kupton që këto gjëra nuk janë thjesht veprime ekonomike, por veprime strategjike në raport me aleatin ton kryesor dhe ekzistencial, ka deklaruar Hupina. Ai ka theksuar se letra e presidentes drejtuar kryeministrit është bërë në mënyrë institucionale dhe me respekt ndër-institucional, ndërsa deklaratat e Muratit i ka cilësuar si të turpshme, skandaloze dhe në mungesë të respektit bazik institucional. Kishin tarifat e paarsyeshme ndaj aleatit ton kryesor, dhe linja anash deklaratat e turpshme dhe fëmijërore, ka përfunduar ai.